A e keni menu në herë se sot e 100 vjetë ma vonë, 2124, asnjëri prej nesh nuk do t'jetë më në këtë botë. Gjithsesi prej nesh do t'jena dikun varrosën, pa shok, pa miq, pa familje, pa kur kanë në këtë botë. Do t'jena të vetëm, atje ku ne ka caktuar Zoti gjithsesi në tokën tonë. Veprat tona, shtëpia, makina, do të shkojnë për hekur. Gjithçka që kena punu, kena vujt, kena derë, dje se gjak, do të trashëgojnë dikush që ne nuk e njohim as nuk e dim. Në fund fundit, sa prej nesh e kena njohur gjyshin e babës. Shumica jo. Veprat tona kanë mu harru, fotografit, shkrimet, të mirat, kanë mu hellë në një kosh, sepse s'ka me pasrën për tona, sepse gjeneratat do të vinë të rinovu jetën edhe të zëvendësu me vetat. Masanaj e kupton ti që sa dopt, edhe sa ignoranta jena për me pas gjithçka, me grabit gjithçka, me zotnu gjithçka. Harrojmë shumë gjana që kanë shumë më rëndësi. Harrojmë gjana që ndoshta kanë vlerë më shumë se ajo që ke vujt që ke menduar se është vetëm pasoni. Ndoshta për ta na i kisha